fakt nuk doja të flesja, as nuk e kisha në plan, por po lidhe me Kekun, për këtu probleme fajtur kryesor jeni jo, pikërisht PDK-ja. Dhe ju PDK-ja nuk keni të drejtë e flesni për energjinë, po ju mëre e keni fol distribucionin. Hashim Thaçi e ka nënshkruar me Hamovicin. Njazi Thaçi e ka nënshkruar me Noën. Samir Lushtaku e ka vjel Kekun me sigurim privat miliona euro për lushtakët në emër të Kekut. Ju lutem, mos nëse ju një populli. Me këto qasje dhe me këtë mendësi do të pozicionoheni në opozit. Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Zoti Geci, ta tërheqë vrejtje. Po edhe po të lirohet, edhe nuk bën ka kur farë kredibiliteti për ballë figurës me çështjen të cilën është thirrë kësaj. Kryeministrit Kurti. Faleminderit. Zoti Geci. Vazhdojmë me kundër replik, zonja Qitaku. Replik, 2 minuta. S'po di që me thonë se me thonë deputat nuk e meriton. Nuk kisha besu kur kryetare e kuvendit, deputat nderuar, që nga foltoria e kuvendit Republikës Kosovës vjen një lutje në formurime për dënim me burg të përjetshëm për njerëzit që kanë luftu për lirinë e këtij vendi. Ju duhet të ndiheni i turpruar. Duhet të ndiheni i turpruar dhe lëvizja vetëvendosje, nëse nuk mendon si ju, mu tani. Ju ftoj juve si kryetare dhe shefen e grupit që të distancohet. Duhet t'ju vi turp. Jo, zoti Geci, nuk e merrni fjalën. Vazhdojmë me diskutimet e tjera. Fjalën e ka Eman Rahmani, më falni. Nderuar koleg deputet, shumë të dashur qytetar të Republikës Kosovës, e para, ky kuvend nuk është kuvendi i Serbisë. Ky është kuvendi i Republikës së Kosovës dhe duhet sillet me përgjegjësi të plotë karshi deklaratave të cilat i dëgjuam sot, zonja kryetare. Nuk mund pa e thënë para se ta them fjalën time që çfarë dëgjum sot, çfarë dëgjun qytetarët e Republikës është skandaloze. Dhe unë nuk besoj që kuvendi i Republikës guxon ta toleroj një gjë të tillë. Pra, ne ditë më parë jemi unifikuar rreth një rezolute të përbashkët, pozit e opozit. E rezolut për të mbrojt vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilat sot i dëgjojmë, të cënuara nga një deputet i grupit juaj parlamentar. Dhe unë besoj që kjo këtu duhet të ndërpredhet, nuk guxon që ky kuvend të shndrohet në diskutime që i dëgjojmë në kuvendin e Serbisë.
Sa i përket temës, sepse sot dëgjum zonja kryetare diagnoza shëndetësore prej deputetëve, u privuan deputet të kuvendit ta thonë fjalën e tyre, nuk u lejuan deputet që ta thonë mendimin e tyre për një seancë cilën ata e kanë thirrë vetë. U thanë fillim që seanca e jashtëzakonshme që ka thirrë sepse kanë dështu përpjekjet për me zgjedh presidentin. Merreni me mend. Kush flet sot për qytetarët e Kosovës? Këta dy ministra, ku është kryeministri sot për me folë për fakturat e rritura të energjisë elektrike, për mafinë energjetike? A i keni dëgju të folë për qytetarët apo veç për pozita, se s'po merren vesh, a i bjen taman presidentit? Pra, zonja Kusari erë na tha që seanca është thirrë se pas ka dështu marrëveshjet për president. Në kohën kur qytetarët kanë 1 milion halla dhe ka nevojë sot për me folë për fakturat që ju kanë rrit 3 fish gjatë këtij mandati. I ndëgjum kolegë deputet të mbrojt Nagipin, i ndëgjum të mbrojt Nagip Krasniqin me mënyrën e njëjtë, qysh të njëjtit, me radhë kanë mbrojt për vitet tona Martin Berishaj. Pra, nuk ka sot këtu deklarime tjera përveç asaj, u tha që buxheti i Republikës, në fakt u tha që pas ka arrit Martini, jo në fakt u tha që Nagipi pas ka arrit fitim rekord prej 105 milion eurosh, dhe se gjatë kohës ti që kanë bërë marrëveshje e që kanë negociu marrëveshje të arta e pas kanë ndihmu buxhetin e Republikës së Kosovës. E mbrojtë njeriu që akuzohet se i ka shkaktuar kekut dhe buxhetit Kosovës dëm të madh në shumë prej 30, më shumë se 36 milion euro. Këtë nuk e them unë, këtë e thot dosja me cilën ai ngarkohet nga prokuroria e Republikës Kosovës. Pra, 3 aktakuza i ka Nagipi, dhe sot përfaqësues të opozitës, ministra këto të pushtetit, ministra na thanë se Nagipi pas ka qenë shumë i mirë, me të njëjtën gjuhë që Albin Kurti e himnizonte Martinin dhe Nagipin këtë sallë të kuvendit. Pra, në vend që të flasim se si t'i ndihmojnë qytetarët e Kosovës që janë rrit 3 fish fakturat e energjisë elektrike, që i është rrit çmimi i naftës, që ka afektu në mënyrë zinxhirore në rritjen dhe në rëndimin e jetës së tyre, ne sot dëgjojmë mbrojtje të atyre që me të drejtë janë cilësu mafi energjetike e Republikës Kosovës dhe kanë dëmtu buxhetin e shtetit. Erdhen sot ministrat edhe na kallzun qysh rryma në Kosovë që ka më e lira në rajon. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, dëgjoni, një herë tha në rajon ministrja zoti Murati se ndëgjova. Dëgjoni veç pak. Kaloj edhe atje. Dhe merreni me men, dhe mos më ndërprerni fjalën, ju lut na 2 ministrat e mbetur, e keni radhën e ju thash edhe një ditë tjetër, bëhuni pak më të durueshëm se ju kanë mbetur edhe pak kohë. Pra, rryma në Kosovë na qenë ka më e lira, jo veç në rajon, thash po thonë edhe në Evropë, dhe merreni me men të dashur kolegë deputet, krahason e cila është paga e një qytetari që sot jeton në Gjermani me pagën e qytetarit në Republikën e Kosovës. Krahason e ju që keni sot familje dhe që paguani rrymë, sa ju ndalen juve në fakturat e energjisë elektrike. Pra, në shumicën e rasteve, kjo vlerë arrin deri në 30% të pagës që e kanë qytetarët në Republikës Kosovës sot. Pra, pagë mesatare 500 euro nëse e marrin. Për shembull, 500 euro. E ju po ma krahasoni me pagat në një shtet të Bashkimit Evropian. Kjo është mas pari krahasimi bëhet me fuqin blerse. Kjo është krahasimi pa qenë. Pra këta leqe shtrejtojnë 3 fish rrymën. Këta vinë edhe me arsyetu, pa të drejtë qytetarët po ankohen sot kur pi marrin fakturat e energjisë elektrike. Sepse s'kan të drejtë mo anku, se rryma në Kosovë është shumë e lirë se në Gjermani. Ku janë pagat, zonja ministre? Ku janë pagat në Republikën e Kosovës në krahasim me çdo shtet të Bashkimit Evropian? Qysh jetojnë sot qytetarët e Kosovës në krahasim me rritjen dhe inflacionin që e ka përshku vendin dhe e ka godit ekonominë? Pra, në vend që me ndal korrupsionin, mu angazhu secili edhe sot këtu, me ndal mafinë energjetike në Republikën e Kosovës që për 6 vjet e ka dëmtu me miliona euro me transaksione me Serbinë, buxhetin e shtetit,
Këta sot i amnistojnë të njëjtit, thonë që në kohën e tyre buxheti ka qenë më i miri, kontratat e tyre kanë qenë më të mira. Diçka tjetër që na u tha sot këtu. Ministrja Rizvanolli tha, nuk ka tha mo këtu me caktuna tarifa me SMS. Po veç pak brënjeri me menu, zonja ministre. A i kena pa të gjithë mesazhet e zbulune nga dosja e prokurorisë të cilët i kanë zjerë mediat në Republikën e Kosovës. Koordinim të plot të jujen si minister në WhatsApp me Faruk Mujken, me Dejonën, për punësim në ndërmarrjet publike. E keni zgjedh krye shefin sot, ti po vjen po na thu, ka kalu koha kur caktohen tarifat me SMS. Kaq keq keni degradu, zonja ministre, për besë më vjen keq për atyre njerëzve që sot janë në Qorcokak, që sot e kanë dëgju këtë parlament dhe ju kanë dëgju juve që në vend që me o pas një ofertë për ta, për çmimin e rëndun që në mënyrë zinxhirore ja u ka rëndu jetën, sot ju mbroni Martina, sot ju mbroni Nagipa, sot ju shani çlirimtar që ishin dëgjum sot. Dhe kjo është për besë për keqardhje.